organizuar shumë. Mbase më ka rastis që shumë takime të bëj në këtë presidencë dhe do e veçoja një nga takimet më konstruktive që kam patur deri më tani. Të gjithë një zëri janë deklaruar partit në pozitë, në opozitë, që alternativa e vetme për ne është Europa. Сите политички партии, било тоа да се на власт, било тоа да се во опозиција, едногласно се определија дека единствена наша алтернатива е Европската Унија. Të gjitha partitë politike, opozitës dhe të opozitës, kanë shprehur gatishmërinë që të mos cënohet rruga euroatlantike e jona. Исто така, сите партии, и позиција и опозиција, ја искажа својата определба да не го загрозат нашиот евроатлантски пат. Në detaj është deciduar se kur është momenti më i mirë për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme. Во детали разговаравме за најдобриот можен момент за предвремени парламентарни избори. Gjithashtu kemi biseduar që për vendin tonë me shumë interes është që të bëhet ratifikimi i marrëveshjes për antarësim në NATO nga të gjitha vendet që akoma nuk e kanë ratifikuar. Исто така оценивме дека од наш заеднички интерес е да почекаме да се ратификува протоколот за членство во НАТО сите парламенти на земјите членки кои што се уште го немат ратификувано. Gjithashtu, pas ratifikimit, edhe Parlamenti i Republikës sonë të ratifikojë marrëveshjen si dhe të aprovohet ligji për mbrojtjen. И исто така се договоривме и нашето собрање да го ратификува протоколот и да го усвои законот за одбрана. Dhe derisa i diskutuam dhe u shterën të gjitha argumentet, vendosëm të gjithë bashkërisht 12 prilli të jetë data që do mbahen zgjedhjet. Откако ги исцрпивме сите аргументи, заеднички одлучивме да одржиме предвремени парламентарни избори на 12 април следната година. Në rëndësi është që zgjedhjet të jenë të pranueshme, të jenë demokratike, të lira, sipas të gjitha standardeve, le të fitojë më i miri. Битно е изборите да се демократски, согласно сите стандарди, мирни и да победи најдобриот. Mendoni se duhet shkojnë partitë politike shqiptare pa regjistrimin e popullatës në këto zgjedhje të parakoshme parlamentare, pasi që edhe vetë zoti Zaj tha se ka kohë që ato që ai mund të realizohet si proces. Tani është ngritur edhe kjo çështje, do të shihet se si do të menaxhohet. И оваа тема се отвори, ќе видиме како ќе се изменаџира. Do të thonë duhet bëhet ose duhet bëhet para zgjedhjeve. Me rëndësi është që të respektohet data e zgjedhjeve dhe të shihet se kur mund të realizohet teknikisht çështja e regjistrimit. Значајно е сега да се почитува датумот за изборите и потоа ќе видиме кога технички може да го изведеме пописот. Поздрав. Поздрав. Кој следи?